profesionale dhe shumë arrogante. Jeni përballur me një legjislacion që në këto 8 vjet ka ndryshuar shumë herë, më shumë se stinat në këto 8 vjet, duke sjellë vazhdimisht rrebeshje dhe fortuna me pasoja shumë të rënda për biznesin tuaj. Jeni përballur me interpretime nga më arbitrare të ligjit në dëmin tuaj. Jeni përballur padyshim dhe me shumë premtime se gjitha kjo në këto 8 vjet do ndryshonte. Unë sot ju premtoj vetëm një gjë. Puna dhe koha do të tregojnë shumë shpejt se gjërat do jenë më siç janë në raport me administratën tatimore. Vizioni im është ai i qeverisë. Ekonominë mund ta rimëkëmbim vetëm së bashku. Misioni im është të shërbej interesave të shtetit, duke mbrojtur interesat tuaja. Detyra ime është ta vendos administratën tatimore në shërbim të biznesit që zhvillohet brenda kuadrit ligjor dhe të drejtoj luftën kundër evazionit dhe korrupsionit pa asnjë kompromis. Bindja ime është ndryshimi që të gjithë ne duam në mjedisin e biznesit kalon nëpërmes një dialogu mes nesh, përgjegjësia e secilit në raport me ligjin, partneritetin në shërbimin tuaj dhe të vendit njëkohësisht. Ka shumë punë për të bërë në fakt, dhe siç thot kryeministri Rama, ne jemi të vendosur për të qenë forca e shembullit dhe jo shembulli i forcës në raport me ju. Faleminderit të gjitha.